Mashurkat me vlera të shumta për organizmin. Mashurkat janë të pasura me hekur, ndaj rekomandohen gjerësisht për njerëzit që kanë pamjaftueshmëri të këtij minerali. Mashurkat janë gjithashtu të pasura me magnez, zink, kalium, fosfor dhe kalcium. Kjo i bën ato perfekte për organizmin. Më poshtë do të gjeni edhe arsyet e forta pse duhet të konsumoni mashurkat. Për më shumë hekur në organizëm. Falë sasisë së madhe të hekurit që përmbajnë, mashurkat këshillohen të konsumohen nga njerëzit që vuajnë nga anemia. Një gjysmë pjate me mashurka të gatuara ofron 20 kalori. Mashurkat janë gjithashtu një burim i shkëlqyer i sodiumit, yndyrës së shëndetshme, fibrës, kalciumit e të tjerë. Ekspertët e ushqyerjes së shëndetshme e konsiderojnë mashurkën mirëbërëse për shëndetin e njeriut. Sipas të dhënave, mashurkat rekomandohen të konsumohen edhe nga njerëzit që vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut, niveli i lartë i sheqernave në gjak dhe kolesterolit të lartë. Mashurkat përmbajnë arginin, një substancë që ul nivelin e sheqerit në gjak dhe urinë. Zjerrja e mashurkave shkatëron argininën, ndaj këto perime duhen ka vërdisur lehtë. Fibra e mashurkave është ideale për të përmirësuar tretjen dhe për të ulur kolesterolin. Mashurkat janë të dobishme për të larguar toksinat dhe substancat e padëshiruara në organizëm, sepse ato janë të pasura në kalium. Konsumimi i rregullt i tyre rekomandohet për njerëzit që vuajnë nga reumatizma. Gatimi i mashurkave. Mashurkat mund t'i kaurdisni lehtë dhe t'i gatuani edhe në avull. Nëse i preferoni të zjera, mund t'i konsumoni bashk me peshkun ton, mishin e pulës ose sardelet. Për një gatim të shijshëm, mashurkat mund t'i kombinoni me trumz, hudhër, djath ose mish pule. Në variantin e pagatuar, mashurkat përmbajnë një protein që është e dëmshme dhe helmuese. E për këtë shkak, mashurkat nuk duhen ngrënë kur të gjalla.